Kjo është hapësira, në fakt kjo është hyrja e studios, është shumë interesante mënyra se si, pra kemi një dhomë të madhe që hapet edhe mbyllet këtu dhe nuk mundet që të kaloje në studio direkt nga dera nga hyrja kryesore. Kjo është studioja private Ismail Kadares, këtu mund të futeshe vetëm me leje të posaçme. Patjetër që është e ruajtur e gjitha, ju mund ta shihni. Dhe këtu është një lloj mbretërie tjetër e shkrimtarit. Çfarë ka kjo hapësirë veçantë përveç? Kjo gjithçka ka të veçantë në fakt. Kjo bibliotekë që ju shihni shumë mendojnë që nuk është e asaj periudhe, në fakt është 100% e asaj periudhe dhe në një film tjetër që ne shfaqim në një dokumentar të realizuar për Kadaren, të gjitha fotot dhe xhirimet janë këtu. Kjo është një mobilje importuar nga Italia. Dhe kjo ka shërbyer si biblioteka private e Ismail Kadares. Këtu ka pasur edhe shumë libra të ndaluar. Disa prej tyre ne i ruajmë, për shembull është Simone de Beauvoir në rusisht, sepse ai ishte i njohur sigurisht shumë i mirë edhe i rusishtes. Ka pasur Virginia Woolf, Decameron e Boccaccios që u ndalua, domethënë përveç librave të tjerë, ka pasur edhe libra të cilët aty jashtë nuk mund të lexoheshin lirshëm. Jashtë ishte kështu. Edhe mund të lexoheshin po fshehura. Po fshehurazi, gjithmonë fshehurazi. Po si lejohej. Besoj që nuk kanë kontrolluar dhe kjo është arsyeja pse kanë ekzistuar ata libra këtu, përfshirë edhe biblat. Për shembull, biblat thuhet që janë ruajtur në dhomën e gjumit, sigurisht janë ruajtur pak më me kujdes se sa botime të tilla, por mendoj që nuk është kontrolluar edhe fjala nga njerëzit e shtëpisë apo të afërt. Nuk është, domethënë nuk ka shkuar deri aty çështja. Ai është Oxhaku që ju përmenda, dhe për ata që ende se kanë vizituar Kadareja, çdo mëngjes ulej aty gati në gjunjë edhe shkruante. Ai ishte vendi i tij i preferuar për të shkruar. Dhe nga tregimet e bashortes së tij Elena Kadare, shpesh Oxhaku ndizte edhe në verë, sepse Kadare e frymëzonte shumë shkrimi aty. Ndërsa skrivania apo tryeza e tij e punës është shumë e veçantë për shumë arsye. Para sepse nuk është një model që qarkullonte në Shqipërinë e kohës. Ismail Kadare e ka parë këtë model në një revistë franceze dhe i ka kërkuar ustallarëve shqiptar që ta riprodhojnë atë. Në fakt shumë moderne për kohën, një skrivani e madhe e bollshme. Ky është një nga objektet gati të vetme që Ismail Kadareja përveç krevatit të tij dhe një pjesë të dhomës së gjumit e ka zhvendosur nga apartamenti në momentin që ka filluar të jetojë mes Shqipërisë dhe Francës. E ka zhvendosur në rezidencën e tij në Durrës dhe ka shkruar deri vonë aty. Në momentin që po bëj gati hapja e këtij muzeu në fillim të 2019-s, i është kërkuar nga ekipi i arkitektëve që skrivania e tij të vinte këtu. Sipas tregimeve të tyre, ai ka refuzuar kategorikisht që ta sjell skrivanin këtu, ka thënë që ky është vendi im i punës, unë nuk mund të ndahem prej tij, atëherë ata kanë prodhuar një tjetër skrivani eksakt si kjo, edhe e kanë dërguar aty dhe kjo skrivani për fatin e madh të gjithëve është këtu, sepse është tavolina në të cilën Ismail Kadare ka shkruar më gjatë se në çdo tavolinë tjetër. Pra mendoni nga 1973 deri në 90-ën, shumë vite më vonë pas 90-s, pra është një objekt vërtet shumë i rëndësishëm në pikpamje të procesit krijues të shkrimtarit dhe patjetër një objekt muzeal me vlera shumë të mëdha. Pra kemi objekte edhe të veçanta dhe të shtrenjta, po themi për kohën, për periudhën proprie. Karrige aty shumë thjesht, ka pasur edhe unë shtëpi. Dhe ato karrige kanë një histori tjetër, ajo nuk është origjinale, është standarde, nuk është origjinale e apartamentit, por është e asaj kohe. Në dhomën e filmit ne kemi karrige.
të cilat i kemi marrë nga Muzeu Historik Kombëtar. Ata kanë nxjerrë disa objekte të vjetra që kishin aty për shkak se është në proces rikonstruksioni dhe ne kemi marrë 2 sete, 2 komplete të karrigeve të kohës, që janë sigurisht në harmoni me gjithë pjesën tjetër të apartamentit dhe të periudhës së ndërtimit dhe kur është jetuar. Kështu që po, edhe ajo është një karrige e asaj periudhe edhe origjinale totalisht. Objektet që kemi këtu, edhe ky parket, është një parket standard i kohës. Absolutisht po. I egzageruar, Vetë pallati në fakt është konsideruar si një godinë e cila i kushtoi shumë shtetit shqiptar për ta ndërtuar, për shkak të formës që kishte, materialeve që u përdorën, një lloj luksi, për shembull në 2 anësoret e pallatit ka një lloj ventilimi të mirë. Dhe në dosjen e Max Velos një ndër akuzat ishte edhe kjo, që kishte realizuar një projekt shumë të kushtueshëm. Përndryshe pastaj pjesa tjetër brenda apartamenteve deri diku ka qenë standarde, edhe ky parket është një parket që ka ekzistuar në shtëpi thuajse të çdo shqiptari të kohës që ka pasur një parket dhe me shumë kujdes dhe me një mirëmbajtje të duhur ne për fat e kemi ende parketin origjinal këtu. Kadareja për shembull, ku bazohet më shumë, se thamë që ulej për të krijuar aty ndonjëherë në tavolinë, tek cilët nga shkrimtarët që duken më së shumti dhe në këtë bibliotekë. Kush më shtetë më shumë, cili ka padur si pikë referimi? Këtë nuk di ta them, po ai frymëzoi shumë nga mitologjia greke për shembull. Atë edhe e ka përkthyer, pra është një nga përkthyesit e veprave më të rëndësishme. Nuk di nëse e ka njohur greqishten aq mirë, po nga frëngjishtja po, ka përkthyer dhe ne kemi dhe një dorëshkrim për shembull të Orestias Eskilit, të cilën ai e ka përkthyer nga fillimi deri në fund, madje nga vetë tregimet e Kadares, ai lexonte pa i kuptuar. Patjetër që Shakespeare ka qenë një nga, po themi, personat që e ka frymëzuar më shumë, kështu që besoj këtu, domethënë në këto ujëra mund të notojmë për të thënë se çfarë e ka frymëzuar. Përndryshe pastaj Ismail Kadareja ka qenë një njohës i jashtëzakonshëm i mitologjisë shqiptare. Kjo vërehet patjetër në veprën e tij, e cila dhe mitologjia jonë dhe personazhe dhe fryma e saj është e plazmuar në një farë kuptimi në veprën e Kadares, kështu që nuk mendoj që është frymëzuar nga diçka specifike, po është frymëzuar nga rryma të rëndësishme të letërsisë botërore, patjetër që po. Këtu jemi fakt te letërsia, po ka dhe lidhje me historinë, po të bënte prezantime një letrar, do të bënde shumë, ju e keni më të përmbledhur. Diçka për dimrin e fundit e dimrin e Vetmisë Madhe, është qepur dimrit Kadareja. Mbasi ka parë aty atë errësirën e kohës apo interpretime ka shumë dhe unë patjetër që nuk do doja të merrja atributet e një studiuesi letrar për të futur në le të themi në kritik të mirëfillt letrare. Por sigurisht që fakti që ai ishte dimri i Vetmisë së Madhe, pastaj u bë dimri i madh dhe pastaj u rikthye si dimri i Vetmisë së Madhe, sigurisht që kanë qenë tronditje të forta politike për kohën. Pra letërsia e Kadares nuk ka qenë e thjeshtë, madje shumë studiues të botës sot, një pjesë cilëve kanë ardhur këtu dhe ne edhe jemi përpjekur të marrim informacione, nuk e mendojnë dot se si mund një shkrimtar të shkruante në atë mënyrë në komunizëm. Se disidenca është bërë kryesisht jashtë vendeve, pra ka shkrimtar disident të cilët kanë shkruar në Francë apo në Amerikë. Ndërsa Kadareja këtë gjë e ka bërë duke shkruar këtu brenda. Dhe kjo ka qenë një kurajë e madhe, por në të njëjtën kohë dhe një zotësi e madhe, sepse ai gjitha gjërat që ka dashur t'i thotë i ka thënë ndër rreshta.